Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e editarit informativ në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Universiteti i Gjirokastrës dhe AI Michiganit Perëndimor hedhin hapin e parë të konkretizimit të një marrëveshje bashkëpunimi të nënshkruar një vit më parë. Në këtë kuadër, në Universitetin e Qrem Çabej u mbajt samiti studentor, ku të rinjt jo vetëm nga Shqipëria dhe Amerika, por edhe vende të tjera ndanë përvoja mbi kulturat, mënyrën e jetesës dhe realitetet nga vendet prej nga vi. Në prag të sezonit turistik veror, në rajonin jugor të vendit ka nisur ndërhyrjet për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e akseve kryesore rrugore. Autoriteti rrugor jugor po kryen punime në segmentet e dëmtuara nga dimri, ndërsa paralelisht po monitorohet edhe situata e mbetjeve inerte përgjatë rrugëve kombëtare me synim për mirësimin e infrastrukturës dhe ruajtjen e mjedisit gjatë fluksit turistik. Në serat e Karahaxhit në Finik domatet të prodhohen me pjalmi natyral nga bletët në një sipërfaqe prej 5 hektarësh punojnë 40 banorë të zonës, ndërsa prodhimi ka dalë në treg që në fillim të muajit. Konsumatorë nga gjithë Shqipëria vizitojnë në magazinat për të blerë domate, ndërsa sezoni pritet të zgjasë deri në fund të qershorit. Në qytetin bregdetar të Sarandës u zhvillua aktiviteti Spitali i Arushave. Përmes këtij organizimi, fëmijët u njohën me botën e mjekësisë në një atmosferë të ngrohtë dhe argëtuese, të krijuar përmes një spitali simbolik. Personeli mjekësor dhe vullnetarët komunikuan me fëmijët në mënyrë interaktive, duke i përfshirë ata në ekzaminime simbolike, këshilla edukative dhe situata praktike të përshtatura për moshën e tyre. Ju njohim tani më gjerësisht. Universiteti i Gjirokastrës dhe AI Michiganit Perëndimor hedhin hapin e parë të konkretizimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi të nënshkruar një vit më parë. Në këtë kuadër, në Universitetin e Qrem Çabej u mbajt samiti studentor, ku të rinj jo vetëm nga Shqipëria dhe Amerika, por edhe nga vende të tjera ndanë përvoja mbi kulturat, mënyrën e jetesës dhe realitetet nga vendet prej nga vi. Ide, kultura dhe perspektiva të ndryshme u bën bashkë në Universitetin e Qrem Çabej Gjirokastër në kuadër të Students Global Summit. Student dhe pedagog nga Universiteti i Michiganit Perëndimor, Spanja, Polonia dhe Universiteti i Gjirokastrës u bën pjesë e një dite e diskutimesh, bashkëpunimi dhe shkëmbimi ndërkulturor. Jam studente në Universitetin e Michiganit Perëndimor dhe kam ardhur këtu për një konferencë me studentë shqiptar, ku ndajmë ide dhe eksperiencat tona. Ne jo vetëm mësojmë nga njëri tjetri, por edhe krijojmë lidhje që mund të vazhdojnë edhe pas kësaj konference. Jam shumë mirënjohëse që ndodhem këtu në Gjirokastër dhe mezi pres të njoh sa më shumë njerëz gjatë kësaj eksperience. Ky aktivitet që shënoi edhe bashkëpunimin e parë konkret mes dy universiteteve u fokusua tek sfidat kombëtare dhe ndryshimet shoqërore, roli i leadershipit në adresimin e tyre, përfshirja e të rinjve në politikbërje e të tjerë. 14 student nga ky universitet kanë ardhur në Gjirokastër, të shoqëruar nga 2 profesor dhe një studente doktorante e cila do të jetë për 3 javë të tjera në vazhdim në Gjirokastër. Do jetë në universitet dhe gjithashtu edhe në shkollat e qytetit. Ky është një nga sukseset, sepse në këtë konferencë do të marrin pjesë studentët tanë, kemi gjithashtu edhe studentë të tjerë ndërkombëtar. Momentalisht 4 studentë të Polonisë, si po zhvillojnë praktikën në Gjirokastër, do të jenë pjesë e këtij aktiviteti, si dhe 17 studentë spanjoll që tashmë e dimë që po zhvillojnë një praktikë 3 muajore në Gjirokastër. Ky aktivitet përfshin disa workshope me studentët, të cilët do të ndërveprojnë, do të diskutojmë çështje të ndryshme që lidhen me rinin, çështje globale, çështje të kohës. Konferenca u përshëndet edhe nga rektoria Hucana. Do të dëshiroja të uroja me gjithë zemër në emër të rektoratit dhe stafit akademik suksese të mëtejshme në punën tuaj. Ju keni të gjithë mbështetjen time si rektori i universitetit dhe të stafit akademik. Tek ju unë shikoj një brez të arshëm, të cilët do të jepni kontributin tuaj sipas fushave ku ju kualifikohen. Unë besoj shumë tek aftësitë tuaja. Unë besoj shumë te inteligjenca juaj. Unë besoj shumë tek aftësitë tuaja praktike. Unë shpresoj që këto ditë qëndrimit tuaj në Gjirokastër do të arrini të përfitoni shumë si nga aspekti teorik, por ashtu dhe në ana praktike. Samiti u kthye në një hapësirë ku studentët jo vetëm prezantuan perspektivat e tyre, por edhe ndërtuan ura komunikimi përtej kufive, kulturave dhe sistemeve të ndryshme shoqërore. Një eksperiencë që tregoi se universiteti mbetet një nga vendet më të rëndësishme për dialogun global dhe bashkëpunimin mes të rinjve.
Në prag të sezonit turistik veror, në rajonin jugor të vendit kanë nisur ndërhyrjet për rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e akseve kryesore rrugore. Autoriteti rrugor jugor po kryen punime në segmentet e dëmtuara nga dimri, ndërsa paralelisht po monitorohet edhe situata e mbetjeve inerte përgjatë rrugëve kombëtare me synim për mirësimin e infrastrukturës dhe ruajtjen e mjedisit gjatë fluksit turistik. Në prag të sezonit turistik veror, autoriteti rrugor jugor ka intensifikuar ndërhyrjet me fokus për mirësimin e infrastrukturës rrugore dhe garantimin e një qarkullimi më të sigurt për qytetarët dhe turistët. Punimet po zhvillohen në disa akse kryesore kombëtare ku përfshihet riparimi i dëmtimeve në asfalt, sistemimi i segmenteve problematik dhe mirëmbajtja e përgjithshme e rrjetit rrugor pas dëmtimeve të shkaktuara nga stina e dimrit. Ndërhyrje të plota janë kryer edhe në aksin përmet Çarçov, ndërsa puna vion edhe në segmente të tjera me rëndësi për lëvizjen gjatë sezonit veror. Ky plan masash ka disa objektiva kryesor. Së pari është riparimi i të gjithë rrjetit rrugor kombëtar. Këtu mund të përmendim rehabilitimin e plot të rrëshqitjes që ka ndodhur në segmentin përmet Çarçov, ku gjatë dimrit siç dihet ka rrëshqitur trupi rrugës. Rehabilitimi i kësaj shkare ka përfunduar totalisht. Së dyti janë punimet që kryen në lidhje me sinjalistikën dhe sigurinë rrugore për sezonin e ri turistik. Gjithashtu po monitorohet nga afër situata e hedhjes së mbetjeve inerte përgjatë akseve kombëtare në rajonin jugor. Strukturat përgjegjëse kanë shtuar kontrollet për evidentimin dhe parandalimin e ndotjes në anë të rrugëve. Janë punimet e monitorimit për mbetjet ndërtimore, mbetjet urbane që hidhen anës rrugëve kombëtare. Duhet të theksojmë se kodi rrugor e ka të ndaluar hedhjen dhe depozitimin e mbetjeve të ndryshme, depozitimeve ndërtimore anës rrugëve. Autoritetet synojnë që përmes këtyre ndërhyrjeve të përmirësojnë standardin e qarkullimit rrugor dhe të krijojnë kushte më të mira për turistët që vizitojnë rajonin jugor gjatë muajve të verës. Në serat e Karahaxhit në Finik, domatet prodhohen me pjalmi natyral nga bletët në një sipërfaqe prej 5 hektarësh. Punojnë 40 banor të zonës, ndërsa prodhimi ka dalë në treg që në fillim të muajit. Konsumatorë nga gjithë Shqipëria vizitojnë magazinat për të blerë domate, ndërsa sezoni pritet të zgjasë deri në fund të qershorit. Serat e domateve në Karahaxh të Finikit njihen për prodhimin bio, pasi pjalmimi i luleve kryhet me ndihmën e bletëve. Ato kultivohen në një sipërfaqe prej 5 hektarësh, ku fermerët ka punësuar 40 banor të zonës. Zonja e Reti Qendro gjatë gjithë jetës së saj ka punuar i fermiere, ndërsa prej 2 vitesh zëvendësoni bashkëshortin e saj, agronomin e ndjes Otit Qendro. Me mirëcjellje na tregon problemet e prodhimit të domates, pasi kanë dalë në treg prej fillimit të muajit. Prodhimi po thuaj se fillua mirë, po kemi ca defekte në fidan. Filloi mirë, edhe çmimi është goxha i mirë, vazhdojmë, po kemi kërkesa për punëtor. S'kemi dhe punëtor, nuk na dalin. Kemi shumë kërkesa për prodhim, që nuk i përballojmë dot. Çfarë kërkoni nga shteti, nga struktura shtetit? Kërkojmë të na japin edhe një çikë naftë më të lirë, të na japin edhe ato plerat, ato ilaçet që bëjmë spërkatje. Se neve e bëjmë polenizimin, e bëjmë të mirë, e bëjmë me bleta, nuk hedhim ilaçe, e bëjmë bio. Vynë marrin dhe nuk i përballojmë dot kërkesat. Në magazinat e Karahaxhit interesojnë për të blerë domate konsumatorë nga të gjithë trevat e vendit. Njëri prej tyre është edhe agronomi nga Ksamili, zoti Kerim Zambaku, cili ka punuar në këto sera për kësaj radhe erdhi si konsumator. Karahaxhi ka shumë vite që ka domate të mira dhe varietet shumë i mirë. Është i shishëm edhe pëlqejet shumë edhe nga konsumatorët si fshatë, si brenda rrethit. Bile vinë edhe nga rrethet e tjera që marrin domaten e Karahaxhit. Është varietet shumë i mirë, domate pa ilaçe, vetëm spërkatur me gurkali leng bordoleze që quhet, edhe pa hormone. Është domate shumë e shishme. Ka sy, e pëlqen shumë edhe turistët të huaj e pëlqejnë këtë domaten e Karahaxhit. Prandaj neve vim jo vetëm nga Ksamili, por edhe nga veriu vinë këtu marrin domaten sepse është me cilësi shumë të mirë, e shishme edhe një çmim të arsyeshëm.
Prodhimi i domateve nga serat e Karagjit pritet të përfundojë në fund të muajit qershor, ndërsa aktualisht sitet në nga 120 deri 150 lekë. Në fshatin e rind të Lunxhërisë, bujësia mbetet një traditë fort familjare që përcillet brez pas brezi. Mes shumë grave që punojnë tokën është edhe Republika Bojo, e cila prej më shumë se 30 vitesh merret me mbjellje sezonale. Në Erind, ku puna me tokën nis që në orët e para të mëngjesit, gratë e fshatit vazhdojnë të mbajnë gjallë traditën e bujqësisë. Mes tyre është edhe Republika Bojo, e cila prej më shumë se 3 dekadash i është përkushtuar mbjelljeve sezonale, duke kthyer punën në ar në një mënyrë jetese dhe burim të ardhurash për familjen. Tani është e tërë periudha për të gjitha gjërat, si për barbunjën, speca, patërgjane, të gjitha duhet të mbillen tani. Kur keni filluar mbjelljet? Fillon që në aprili. Që në prill. Çfarë kujdesi duan aktualisht? Po duan kujdes. Ato boll sa të mbijen, dhe nuk në një vaditje, në një tani se janë vogla, pastaj në një prashitje me gradualisht vinë ato. Jo do të vinë shufrat barbunjave, shufrat domateve. Janë vinë zinxhir të gjitha punët. Mëson puna, na vjera, na prindrit tanë, na vjeri. Kështu është gjë çdo ecësh pas tyre. Ju i ruani vetë farat apo i bleni? Po, jo, i ruajmë vetë. Farat i kemi tona. Spinaqi, sallatrat, qepa, e dimrit. Beharit këto janë. Si është klima? Është e favorshme këtu në këtë fshat për sa i përket prodhimeve? Shumë e mirë është. Fshati është ultra me ujë, me klimë, si mungon gjë. Megjithse bujqësia kërkon mund dhe përkushtim të madh, Republika tregon se puna me tokën i fal kënaqësi dhe motivim për të vazhduar çdo ditë. Ai që do të punojë ka kënaqësi nëse ecën puna. Po bujqësia është kur do herën. E rëndësht, punë me krash çdo gjë. Do prashitësh, do vjelësh, do lidhësh domaten, do janë të tëra punë zinxhir. Sot ke këtë punë, nesër të del tjetra, është e pa shkëputur puna. Nuk e rrim dot pa to. Në fshatin Erind, historia e Republikës nuk është e vetmja. Shumica e grave të zonës janë të angazhuara në bujqësi, duke siguruar jo vetëm prodhimet për familjet e tyre, por edhe të ardhura nga shitja e tyre në treg. Me punën dhe përkushtimin e tyre, ato mbajnë gjallë traditën e tokës dhe japin një kontribut të rëndësishëm në ekonominë familjare të zonës. Male re dhe plisa të bardhë titullohet ekspozita e arteve figurative e çelur të hënën nga piktori gjirokastrit Bashkim Ahmeti. Pikturat e tij, të realizuar në teknikën e vajit, do të qëndrojnë të ekspozuara në një nga ambientet e Kalas Argjiros përgjatë gjithë sezonit turistik. Artisti gjirokastrit zgjodhi ta çelë këtë ekspozitë në ditën ndërkombëtare të muzeumeve. Piktori shquar Bashkim Ahmeti është rikthyer në vendlindje pas afro një dekade me një tjetër ekspozit, e cila u çel zyrtarisht mbrëmjen e së hënës në ambientet e Kalas së Gjirokastrës. Autori këtë herë vjen me 25 krijimet e tij të punuara në këto 10 vite, të cilat i përmbledhin në titullin Male re dhe plisa të bardhë. Janë tablo të realizuara në teknikën e vajit, të cilat morën gjithë vëmendjen e të pranishmëve. Ashtu siç shprehet edhe vetë artisti, një pjesë e mirë e tyre kanë marrë frymëzimin nga Gjirokastra dhe peizazhi i saj unik. Mezi prisja në faktit të vija ta bëj një ekspozit këtu, e zgjodhëm ta bëjmë në këtë vend se më duk më dramatike dhe më e përshtatshme, ta të bashkisë më ofruan edhe disa hapësira të tjera, por ne zgjodhëm këtë. Edhe e shoh të bëjmë një zgjedhje të suksesshme. Janë pikturat të 10 viteve të fundit, pak a shumë. Shumica janë të reja, të 4-5 viteve, po me qenë se i vumë e zgjodhëm si temë malet, rete dhe plisat e bardhë, dhe kështu atëherë zgjodhëm këtë lloj koleksioni që e plotëson edhe idenë e kësaj ekspozite, kështu që kjo është arsyeja që u zgjodh ky koleksion. E menduam se kjo i shkon edhe vendit ku do ta bënim ekspozitën. Inauguruam ekspozitën e artistit të madh shqiptar Bashkim Ahmeti Izano. Këtu kemi një
puzzle me krijimet e tija gjatë 10-15 viteve të fundit. Them puzzle për faktin se mënyra se si është instaluar, është vendosur e gjithë ekspozita, është një, si të themi, si të shikosh një koncert ose një kor të tërë. Pra këto janë një lloj polifonie, një polifoni koloristike e Bashkim Ahmetit, me personazhe të ndryshme, me kujtes nga vendlindja, me pralla, me episode, me legjenda, me raportin që ai ka me natyrën, me malin, pra me malin në një lloj kujtese metafizike. Pra sa më shumë i largohemi gjërave bazike nga poshtë, ne ngjitemi malit, dhe sa më shumë i ngjitemi, aq më shumë i afrohemi një situate të panjohur, që situata e Zotit apo situata e hapësirës. Pra Bashkimi luan shumë me këtë dimension, të themi, një dimension metafizik, por dhe një dimension narrativ. Veprat janë mëse të identifikueshme, të themi, që janë nga dora e mjeshit Bashkim Ahmeti, sepse ai ka një individualitet, ka një karakter të fortë tashëm të krijuar prej vitesh, të konsoliduar, unë do të thoja, dhe është për të admiruar fakti që është një artist që vitet në mërgim nuk e kanë deformuar, nuk e kanë tjetërsuar, por e kanë bërë akoma më të fortë, të themi, tek ajo që quhet piktura shqiptare, me karakter shqiptar, pra është një polifoni shqiptare. Kjo ekspozitë do të jetë e çelur deri në 10 gusht, duke u dhënë kështu mundësi edhe vizitorëve të shumtë që do të pres Gjirokastra gjatë këtij sezoni të shijojnë artin e bukur të Bashkim Ahmetit. Në qytetin bregdetar të Sarandës u zhvillua aktiviteti Spitali i Arushave. Përmes këtij organizimi, fëmijët u njohën me botën e mjekësisë në një atmosferë të ngrohtë dhe argëtuese, të krijuar përmes një spitali simbolik. Personeli mjekësor dhe vullnetarët komunikuan me fëmijët në mënyrë interaktive, duke i përfshirë ata në ekzaminime simbolike, këshilla edukative dhe situata praktike të përshtatura për moshën e tyre. Projekti edukativ Spitali Arushave udhëtoi këtë herë drejt Sarandës, duke sjellë për fëmijët një eksperiencë unike ndërvepruese mes lojës, edukimit dhe kujdesit shëndetësor. Aktiviteti u zhvillua në ambientet e shkollës mesme profesionale Antoni Athanas me mbështetjen e Bashkisë Sarandë dhe kontributin e partnerëve lokal që mbështesin iniciativat në shërbim të komunitetit. I frymëzuar nga modele të suksesshme ndërkombëtare dhe i sjell fillimisht në Gjirokastër e më pas në Shkodër, Spitali Arushave synon të ndihmojë fëmijët të njohin botën e mjekësisë në një atmosferë të ngrohtë dhe argëtuese. Përmes një spitali simbolik të ndarë në 13 stacione, fëmijët kalojnë së bashku me arushin e tyre prej pellushi në shërbime si pediatria, kirurgjia, ortopedia, imazheria, laboratori, farmacia dhe higjiena dentare, ku njihen nga afër me procedura bazë mjekësore dhe me rëndësinë e kujdesit për shëndetin. Kënaqësi të madhe, sot gjendemi në Sarandë për të zhvilluar edicionin e 3 të Spitalit të Arushave, një edicion edukues dhe argëtues për fëmijët e gruposhave 4 deri në 8 vjeç, me qëllim kryesor heqjen e frikës ndaj bluzës së bardhë dhe njohjen me procedurat mjekësore. Një event i cili është organizuar për herë të parë në Gjirokastër, vullnetarisht me mbështetje të bluzave të bardha, mjek, infermier, laborant, me mbështetjen e institucioneve lokale në Sarandë. Organizimet e tilla që bëni për fëmijët tanë, për t'u larguar frikën nga uniformat e bardha, edhe një formë shumë e mirë edukuese. Faleminderit shumë. Edhe shpresojmë që të kemi dhe organizime të tjera. Edhe pse jo të kontribuojnë të gjithë që të kemi organizime të tilla. Në çdo stacion, personeli mjekësor dhe vullnetarët komunikojnë me fëmijët në mënyrë interaktive, duke i përfshirë ata në ekzaminime simbolike, këshilla edukative dhe situata praktike të përshtatura për moshën e tyre. Kjo qasje ndihmon uljen e frikës ndaj mjekut dhe ambienteve spitalore, ndërsa nxit besimin, kuriozitetin dhe edukimin shëndetësor që në moshë të vogël. Në fund të aktivitetit, fëmijët u pajisën me certifikata pjesëmarrjeje dhe dhurata simbolike, duke mbyllur ditën me buzëqeshje, emocione pozitive dhe një përjetim që synon të mbetet gjatë në kujtesën e tyre. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur nga gazetarët tanë për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi bashkë, miru takofshi.